Me fokus tek mjedisi si një nga pikat kyçe të rrugëtimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama gjatë aktivitetit për Ty Natyrë paralajmëroi disa reforma të rëndësishme për monitorimin e zonave të mbrojtura duke synuar për afrimin e tyre me praktikat evropiane. Ne jemi të gjithë bashku të fokusuar tek njëri nga aspektet më të vështira të procesit negociatave, që është aspekti i mjedisit. Ai njoftoi gjithashtu edhe një ristrukturim institucional duke paralajmëruar bashkimin e Agjencisë së Zonave të Mbrojtura me Agjencinë Kombëtare të Pyjeve. Një reformim i cili do duhet fillojë nga një ristrukturim i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, duke i bërë bashkë dhe duke krijuar një sinergji mes së dyjave për të pasur një agjenci. Rama kujtoi se vera që lan pas solli dëme të mëdha nga zjarret masive që përfshin zona të gjera pyjore malore të vendit. Për këtë arsye, qeveria ka marrë masa të reja për parandalimin e tyre, përfshirë përdorimin e dronëve inteligjent. Po angazhojmë edhe burime të reja financiare për të futur edhe teknologjinë, duke rritur kapacitetet mbjellëse përmes plotësimeve me dron që sjellin saktësi, sjellin eficiencë, janë të buxhetuara për vitin që po vjen. Paralelisht me monitorimin ajror, qeveria parashikon edhe fonde për ripyllëzimin e zonave të dëmtuara ndër vite nga zjarret dhe fatkeqësitë natyrore.